prime i nxjerr në paqartësitë e Klodit, një klip që trazon ndjenjat e Elionës në primejin e sotëm të Big Brother Kosova, një klip i shumëpritur u shfaq para banorëve dhe publikut, duke ndezur debate dhe emocione të forta brenda shtëpisë. Klipi tregon të qartë se Klodi kishte shfaqur interes dhe afrim ndaj dy vajzave të shtëpisë, duke lënë të paqartë qëndrimin e tij dhe duke krijuar konfuzion në marrëdhëniet emocionale. Pamjet u fokusuan veçanërisht te raporti i tij me Elionën. Në disa momente, Klodi shihej duke i folur me afrimitet, duke kërkuar vëmendje dhe duke shprehur pakënaqësi për gjëra të vogla, si për shembull pse ajo nuk i kishte thënë natën e mirë. Këto detaje, që për disa mund të duken të parëndësishme, për Elionën kishin peshë emocionale dhe tregonin se ajo e kishte marrë raportin më seriozisht. Pas shfaqjes së klipit, reagimi i Elionës ishte i fortë dhe i drejtpërdrejtë. Ajo u shpreh e zhgënjur dhe e lënduar, duke theksuar se Klodi nuk ja kishte ditur vlerën mirësisë dhe respektit që ajo i kishte treguar. Sipas saj, afrimet dhe fjalët e tij kishin krijuar pritshmëri, ndërkohë që veprimet e tij me vajzën tjetër tregonin mungesë qartësie dhe përgjegjësie emocionale. Eliona theksoi se nuk pranonte të trajtohej si një opsion apo si dikush që merret si i mirëqen. Ajo foli për dinjitetin, kufit dhe respektin, duke bërë të qartë se nuk është e gatshme të tolerojë situata të paqarta apo sjellje që e ulin vlerën e saj si person. Nga ana tjetër, Klodi u përpoq të justifikohej, duke thënë se disa gjëra ishin keq interpretuar dhe se ai nuk kishte pasur qëllim të lëndonte askënd. Megjithatë, mënyra si ishte shprehur dhe sjell në disa momente, sipas banorëve dhe publikut, la vend për dyshime dhe kritika. Disa e panë si mungesë pjekurie emocionale, ndërsa të tjerë si lojë të rrezikshme me ndjenjat. Banorët e tjerë reaguan të ndarë. Disa u rreshtuan në mbështetje të Elionës, duke e vlerësuar për qëndrimin e saj të fortë dhe të sinqertë, ndërsa të tjerë më